do flasim natyrisht për samnitin e madh të 47 liderëve udhëheqësve të vendeve europiane plus NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe që është më e rëndësishmja, është bërë një telefonat në drejtim të Donald Trump nga liderët europian. Çka edhe sikur mos na njihte Donald Trumpi kur i kanë të nalo, vjen kështu po flasim nga Tirana, Shqipëria. I ka rënë në mend. Pra zëre se ka marrë pjesë, kjo është synimi për të bërë të njohur një vend. Dhe ja ka dalë. Po ishte një show i jashtëzakonshëm që i duhur për Shqipërinë. Unë mund të marr vetëm një lajm flash nga holandezët e famshëm që nuk na hapën. Bëjnë të mirë njerëj. Nuk na hapën negociatat se kishim vik mos jepshim drogë me atyre. Dy herë, po. Edhe po ishte një shkrim e përmend se ishte një shkrim që kishte bërë një analizë që mungo në televizionet tona, kaq janë të shqiptarë, kemi televizionet me mburua. Me komunista do me narkoregjimin do me. Ai kishte bërë një analizë, më pëlqeu pena, kisha koqës, kisha lexuar gjë aq bukur për Shqipërinë, po në gjuhë huje, ke pasur sepse e çajin ato, kur duan shkrimin. Bravo. Edhe për keq që çajin ato, edhe kur duan me të botë. Kur duan të marrin një qafe, bëjnë, shkojnë si këta tanët që filmojnë atë cepën e murit. Jo, po nuk ke kështu bërtungle si del kene shkrimin më buram do. I lidhur me klimë drog, nuk ka një e sjellin bukur. Ashtu, edhe më pëlqen të lexoj gjëra që ka art brenda. Dhe mes tjera tha që do në asyet se si një vend i vogël që nuk është as antar i BE-s të bëjë një spektakël kaq të madh për një summit kaq të rëndësishëm në vetvete. Dhe jepte domethënë atmosferën shqiptare që ishte komplet ndryshe nga ç'është mësuar në Europë. Dhe mbi të gjitha vendoste se më thënë figurën e Edi Ramës dhe troç fare thoshte domethënë vetëm për këtij lloj lideri është i mundur kjo, duke qenë se ai është një artist. Pra forma që ai ka përzgjedh për të përthith vëmendje dhe për të, si më të them, sepse regjistrohet disa momente të Shqipërisë që nga Feyenoordi me Romën, atë ndeshjen e famshme që u bëke ajo, tek ciklizmi, tek një summit tjetër që ishte bërë, dhe tek kjo dhe tha, dhe shpjegoj që arsyeja është sepse këta kanë një kryeministër gjatë që ka luajtur basketbol, edhe në fund e dolën që është artista dhe e njeh shumë mirë këtë aspekt. Dje isha me një lider lider i së djathtës, i cili është nga ata burrat e mençur, po që ka ikë me kohë. Asë nuk ndëjti edhe te PD-ja, se e pashar ashtu ishte, që në fillim s'ka qenë atë, po nga ata djemë të mençur. Edhe 2 fjalë, tha ai, domethënë. Ai tha, Sali Berisha bën mirë, tha, të gjejnë në një zgjidhje o tiki vetë, o të ashtu, se për ndryshe po u bën zgjedhje shpejt do përfundoj me 15%. Dhe e dyta tha, kjo është një gjendje e jashtëzakonshme që ka bërë. Dhe unë jam mbështeta dhe i thash, shikoj, thash, Shqipëria nëse pranohet politikisht. Unë Amarildo e kam lexuar historinë e Europës, dhe ditë të them që Spanja dhe Portugalia janë pranuar me njëherë mbas rënies së diktaturave të Frankos dhe të Salazarit. Ka 3-4 vjetësh që kuptohet që s'kishin bërë asnjë lloj reforme. Ata akoma aty kanë fashistët në për ato institucione. Rumania, Bullgaria se meritonin fare. Unë se meritoj Greqia. Po leje se duat diskutojmë me Belerin, mos ma kap Greqia. Ore, kishte ardhur një nga Greqia se pash fare. Jo, asnjë se pat. Se kishte mendjen as duket se ka ardhur Beleri ke protesta. Po, protesta. E njëjta gjë Greqia. E njëjta gjë. E di pse them Greqia, sepse gjatë momentit se aty më doli Greqia se ne për shumë ku e dishim ne se ç'a pozicioni ishte Greqia në momentin që e futën
në BE. Por gjatë krizës që pësoj Greqia dhe gjatë kohës që erdhi kjo Siriza në pushtet. Janë zorën ledrat. Tha që është pranu, dhe më thonë, korrupsioni jashtëzakonshëm të ashtë brenda BE-s që të fusësh një shtet aq të prapambetur dhe aq të korruptuar. Me të dyja fjalët nuk ishte vetëm i korruptuar, ishte edhe i prapambetur, i kishte të gjitha hallet mren. Pra, e ka thënë Giscard d'Estaing, sa ai ishte sponsori në atë kohë presidenti i Francës. Dhe më e bukur me këtë si mund të them citim që i bën asaj, na lan të kujdeset për ne. I kishin letrat ata, aty se ku çai breti ishte Greqia. U hapën se u deshin lek tjera, mos u përmys Greqia. Kur i preku, aty ku ata zdurojnë. Lekët se kishe për ta thonë për shpirt ai, jo, mor burr, çfarë thon? Edhe Giscard d'Estaing tha duhet ta pranojmë, tha se aty janë rrënjë tonë atë qytetërimit tonë, në sensin kam idenë që ai nuk ishte bërë një udhtim në Greqi që të njihte çfarë qartë. Po nejse, do me thënë, kjo është, unë mendoj një PR i shkëlqyer dhe e di pse, për hir të dëgjuesve, të cilët shpesh edhe unë vetë e konfondoj çfarë ishte ky takim. Ky takim s'ka lidhje fare me Shqipërinë. Ky është një takim që po bëhet për të stimuluar solidaritetin me Ukrainën. Rama e ka marrë sepse i duhen 47 udhëheqës të Europës, të BE-s, të NATO-s, të cilët të vinë këtu dhe sot nuk kishte shtyp kryesor europian që s'paraqiste Tiranën. Edhe ata nuk sqaronin fare për çfarë ishte, të gjithë thonin që ja janë mbledhur në Tiranë një ngjarje e jashtëzakonshme, domethënë nga Aliyevi i Azerbajxhanit, ai i Gjeorgjisë deri te ky i Portugalisë dhe Ispanjës, pra ishin në Tiranë që të gjithë. Kishte edhe sultanin Erdogan, që nuk janë mbledh dhe u bë kohë që është mbledh me Europën bashkë. Bravo. Pra nuk ishte aq kot sa e thu ti, por megjithatë vazhdo mbarohe. Jo, domethënë. Jo, po Shqipërinë nuk ishte aq kot, sepse unë zora 3-4 pika, të cilat do të diskutoj pak më vonë. Po, jo, do ta lë komplet fushën, do të bëj edhe një pyetje që duhet të më sqarosh. Dhe pastaj është fusha e jote. Sepse sot kam një tavë kosi me miqësinjit që më ka lënë si krokodili, prandaj është fusha jote. Do një pyetje tek tu mund të ta bëj. Unë lash groshën për pas emisionit se vdes. Po ja vlen me gjell kombëtare ta festosh. Po nuk e ke idenë çfarë. Dhe ajo që më bëri përshtypje Amarildo ishte që në 5 minuta u dha një pamje fantastike Shqipërisë. Pe gjithë liderët e Europës po shikonin një vend, po shikonin vallën ndyshe të burrave, po shikonin Lahutën, po shikonin Xhubledhën e Malësisë, po shikonin këtë vend të lashtë me kështjella të tyre, ata mbase se kanë iden fare, na din vetëm një fushë me ca njerëz aty. Dhe ishte një PR i shkëlqyer. Domethënë unë kur e pash, thash, du me shku në Shqipëri. Po. Tamam. Po, gjithçka ishte perfekte. Domethënë dhe mu bë qefi që pastaj edhe telefonata me Donald Trump, takimi me Stamer, ku domethënë komentet ishin që i tregoi Stamerit që s'është një vend kolonial, ku ti mund të vish edhe të ashtu. Prandaj thash që nuk ishin disa gjëra. Ajo me Stamer ishte gjë më kryevepër. Fusha është e jotja. Po, ajo me Stamer ishte gjëja Ma lejon do një pyetje, ha? Okej. Ma fol. Jo, nuk flas. Nëse. Ajo me Stamer ishte gjëja, domethënë gjëja që do veçoja më shumë, sepse në momentet që unë kam qenë jashtë dhe ne pranoshim nga ogur më duket u qushin ato, pse që ishin ca kinez që si me të bota fare, i futëm ne, nasil mo, i thoshin, as një si pranote. Sale i thoshin, nasil plot, sa doni, futën i mrena. Po edhe Rama pranoj, ca Afganistanas, ca Kurdigjon, ca dreqer, si gjoja Afganistanit, si me pranu salën, e këtë qatë. Ajo është, e më sinqerisht, në Afganistanin drudha meni, këto me vete, ne i prunar.
Edhe as pida as gjos dishin me bo, as ata as iranian, se morën dhe iranian, na morën qaf, na hynë për kompjutra, na rrujtën data. Nuk sot as si kulturë, pak të në thosë, e ke presu si që është në Angli, për shumë, haqë këm këtë dyqanë iranian, se po pitet mira, ose i gjotë mirë. Jo, ato vetëm në vilëshin. Salën ti mendon që e kanë pru para 100 vjetësh për me në rafshu? Po qamë, unë për të them, Afganistan që na erdhën, identik Sala, me gjithë ushtrinë e vetë. Identik, as si gjos dishin me bëhet. Edhe, as iranianët. Sal. Dhe u bërë ajo si më të them, me melonin, e këpër që shë kontrata, që unë e kuptova fare mirë në atë moment, po mirë nuk me erdi. Do mund që u hapa jo në lezha ku u hapa jo. Nuk me erdi mirë, sepse e këpër që shë bërës një vënd tërë, se doli dhe një nga Wikileaks, doli dhe i problem akoma me i qelbët, që ne meshim, si më të them, njerëz nga Iraku e i rrifshim këtu në dru. Po, sa të mësoshim që druni, mësa në qoshim për në iksin për këtë unë se ku. Gota më beja, këtë si që këtë. Do më thonë, na doli edhe pjesa drunit, në kur isha në Angli. Do më gjo më tufsh me ska. Dhe në momentin që Stamer ose gjithë Anglia ishte pregatit, që ne të thoshim hajtë në silë ato kachurelësat e tuj, këtu. A dhe jo tha, kjo ishte tha një eksperiment, që në qofë se të funksionoj këtu, tha mund të bëjnë dhe gjithë shtetet tjera. Dhe eksperimenti, se unë lexova që më shumë, eksperimenti ishte psikologjik. Në momentin që i thu një refugjati që dëgjoj, nëse ti shkon në Itali, derisa të rregullosh ti dokumentat, do të drejtohesh për Shqipëri, ai e pyet 2 herë veten. Po. Më kuptove? Po nëse do i thush do shkosh direkt në Itali, ai e di që mund të punojë në të zezë derisa ta aprovojnë dokumentat e njëri tjetrën. Bravo. Kurse në Shqipëri, sidomos se si është krijuar ajo, thotë jo shoku, më mirë po rri këtu në vendin tim, ose po gjej një vend tjetër për tik. Pra është më shumë, sepse nuk ka një shumicë të jashtëzakonshme. Është thjesht ideja që ti të krijosh këtë barrierë psikologjike tek Okej, po ta te kalojmë të vim tek Stameri. Ke Stameri, pra, dhe duke i thonë jo kësaj, duke Stameri arriti të nxjerrë diçka që ishte, domethënë, ndëgjat më të bukura, 2-3 gjëra që dolin nga Stameri, doli kjo që dëgjoj tha, më duket se është në shku kontrata, mos them që është shumë afër në shkrim një kontrate që disa makina lufte të prodhohen në Shqipëri. Pra Stameri në një farmase është sukses dhe për Stamerin, sepse të prodhohen në Angli janë shumë shtrenjtë, dhe të prodhohen në Shqipëri është shumë më lirë. Tjetra që ishte shumë e rëndësishme, ishte kjo që ata shqiptarë që kanë hikë jashtë me dokumenta, le themi, duke u paraqitur se kosovar, të kthehen në shqiptar dhe të marrin dokumentat sepse është shumë problem me të gjitha llojet e gjërave, që nga shkollat e tjera. Do është një ngërç i jashtëzakonshëm me shqiptarët, edhe pensionet e me radhë. Pra është një arritje tjetër shumë e madhe. Dhe një arritje akoma më e madhe ishte që gjatë kësaj bisede u shpreh që 1 në 500 shqiptarë dënuar, nuk është 1 në 50. Do ti që pa marru fjalën në ato ke televizori syri, ai televizori terrorist, del një Coca-Cola, ku diun se çfarë, dhe thotë jo nuk është e vërtetë, është 1 në 50 shqiptar që është brenda. Tash se kujt shërbek kjo? Se për krenarin ton nuk është kjo, apo jo?
I shërben Dhe atë parazhit. në qoftë se do thuash në 1/50, nuk është se ke për ta bo 1/500, do më thë nuk do japësh në ndimes për këtë. Kjo është vetëm që ti shtosh turpin tjetër. Sa ajo mund tjetë 1/50, mund tjetë dhe 1/10. Po mos e thuaj ti. Po ti mos e thuaj, dhe shqyqy që nuk thuhet në nivel liderash. Pra thuhet 1/500 në nivel liderash. Dhe çfarë do të thotë kjo? Është që shkoni në Shqipëri është safe. Nuk keni problem. Dhe shqiptarët nuk janë ato, është thjesht për portretizim mediash. Po gjore gjo më tha mos në redi, Rama tha se ne jemi tha 1/50, 2/50 nena për burg, tha. Të më thënë, unë nuk e kuptoj si s'ka ligj për mediat, në Angli nuk nothë, nuk e di. Nese. Normalisht në çdo vend të botës, po këtu quhet shtypja e lirë shtypit, i thuhet i onxhir fakte do t'i shkon për shfifje. Kjo duhet ndodhi dhe ndoshta do flasim herë tjetër për këtë sepse të dëmtosh Shqipërinë, gjoja duke dëmtu sepse kështu është dëmtu Shqipëria, gjoja duke luftu komunizmin nuk le ronj pa kthy mrapsh, gjoja për të luftu Ramën nuk le shqiptar krenarit shqiptar dhe pa hudh në tokë, shteti korruptuar, shteti drogës, shteti kësaj, shteti asaj, se gjoja për sulmon Ramën sepse kur je gung dhe nuk jep do të alternativ ke populli, pra ku je kriju si organizat terroriste, çfarë do bësh? Sa shuta kanë mësua ta dhe ti nuk e hap faqen tjetër, ke ngel ke 10 faqet e para, se si rëzohet një komb. Si rëzohet një komb është shif kapu kena i fjalë, nxirre tjetrin keq, e një tjetër. Kurse këta që kanë prosperitete, çfarë bëjnë? Thonë, ky e ka bëu kështu, ta bëjmë do e bëjmë më mirë. Do të shoh se çfarë mund të gjejmë më mirë për tjerët. Dhe krijohen këto vatra, plus ato 5 milionët që vinë vit nga Greqia në media tona, pra ne s'kemi as shishjo. Ku du se që bëjnë ato? Ato janë bësi ujësjelë si më duket, nuk shojnë punë hiç. Po i vend duhet jenë. Jo ujësjelë si punon. Po nuk e di si që ka qenë më keq akoma. Se gjithë ujësjelë si vite këtu me mëroj teatrin, ujësjelë si... Qofte aki. Sa keq këne që më kujtu dhe ujësjelë si, më kujtu në 2 gjyshe dhe ujësjelë. Po, Nesë. Vit të ujësjelë si këtë mos më një teatr. Aparateve të... se ujësjelë si e kishë që bënd të aparateve të ujë. Vinte maca gazit edhe të vinte fatura të sa i birit të. Sa shtu e kishin për tender, që dilte më lirë, dhe vinin baj dhe flutur, dhe më doli mua që mund të kisha një hidrocentral të vogël në shtëpi. Në shtëpi, po. Kjo doli nga Stama. Pastaj ajo gentilesa që tregoi me këtë me melonin ishte kryeve, ose humori me gjithë që e përmendi dhe shkrimi holandez, domethënë që një humor tha tepër i këndshëm, sepse mos harros ata janë dru gjithë. E ke parasysh me na thonë 2 vite tash hajde shkojmë mbledhje partie ose mbledhje organizante ose hajde biskut. Unë ke ky emision vi me qef, se po të më thonë shko ke këta tjerët që më shkës du me flatronin tim. Më kupto, ose hajde shkojmë mbledhje me salën. Me na thonë është të marrë. Por kur Nese të ashti ka fillu bet i lezeqëm se nga tronë u po dhe qeshin vetë ata, nese. Qeshin ata që janë banë, po, nese. U kam vrenozin që i jep kështu. Jo, vetëm vrenozin kam në vërtet që i bë me qesh. Por vrenozi është më i saktë, tha nuk viu në këtë protesta. Dhe pra e përmendi që i qeli tha fytyrat e gjithë pjesëmarrësve. Pra të regoj dhe mikëpritja në shqiptare. Dhe del dhe një tjetër që tha, po ky tha me atlete, po ky që përkullet. Dhe atyre të ashtë unë po i bëj vetëm një pyetje. Me çfarë kostumi ishte vesh kryeministri çek? Ose spanjoll. Ose Macroni më tha. Macroni. Që janë vendi firmave dhe i veshjes. Nuk këto me ditë a ka qenë as ka qenë. Do më thënë, vetëm Macroni që bo lajmë, se është francez, bo Stamer, Erdogan,
Bo dhe kjo e vogla se e nxorri ky.